Tunë gjatë jeta uroj të jeni mirë, zhvillimet mëdha pritet të ndodhin në Tiranë nesër, gjykata kushtetuese merr vendimin e saj nëse do të çojë përpara vendimin e pezullimit të ardhur nga Spaku dhe GKK-ja, apo do t'i mbetet presioni të Edi Ramës, i cili e ka kërcënuar hapur gjykatën kushtetuese duke i thënë asaj se nuk duhet lejoj në asnjë mënyrë që të bëj askush presion mbi qeverinë dhe mbi ekzekutivin. Çfarë do të flas sonte, dëgjoni me kujdes se do t'ju shpjegoj diçka që nuk ua kanë thënë nëpër televizionet apo portalet e tjera. Çfarë është ajo që do ju them shkurtimisht sot? Do t'ju tregoj sot se përse Belinda Balluku është në rrezik të madh, pse shteti duhet ta marrë në mbrojtje në kuptimin e saj fizik dhe përse Edi Rama është kaq i alarmuar në mbrojtjen e saj. Çfarë po bën Spaku, çfarë po bëjnë ndërkombëtarët, çfarë po bëjnë prokurorët, çfarë bën GKK-ja dhe cila është arsyeja kryesore që duhet të kuptojmë rolin e Belinda Ballukut dhe të kutisë së zezë dhe përse ajo mundet të përdoret si kokë turku në gjithë këtë histori. Ç'është kjo lojë e madhe? Duhet ta kuptojmë prapaskenën. Sigurisht pjesa më e madhe e mediave apo e analizës është përqendruar tek fakti ka të drejtë gjykata, s'ka të drejtë gjykata, proces juridik, proces drejtësisë, a lejohet, as lejohet, procedura, teknikalitetet, shkarkimi, pezullimi, gjykata, vendimi, Spaku është e hetuar, është e pahetuar, do kërkoj, ka imunitet, nuk ka imunitet, do kërkojmë leje nga parlamenti, s'do kërkojmë leje nga parlamenti. Sigurisht të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për t'i kuptuar, por përtej këtyre, të cilat i keni dëgjuar të shpjeguar ata që janë duke kuptuar se çfarë po ndodh sot në Shqipëri. Ju i keni dëgjuar të shpjeguar shumë mirë, unë do ju marr përtej kësaj, përtej asaj që shihet dhe përse është e gjithë kjo lojë, ç'është kjo pikë kaq e fortë, ç'është kjo hallk që quhet Belinda Balluku, e cila mban të gjithë zinxhirin e qeverisë dhe mban fatin e Edi Ramës me prezencën e saj. Ndaj hallka kryesore që është Belinda Balluku, të cilën unë do t'ju shpjegoj tani se çfarë është konkretisht ajo, do të kuptoni në fund se përse Edi Rama po e bën të gjithë këtë betejë dhe cila është rruga që ne shqiptarët kuptojmë se çfarë mundësie kemi për të shpëtuar. Fillimisht duhet kuptojmë që vendimi i Spakut apo i GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut, t'ja bëj shumë shkurt dhe shumë të qarta, nuk ka nevojë të jesh jurist, as të jesh avokat. Gjykata, GKK-ja pra, ka marrë letrën nga Spaku, i ka thënë prokurori, kjo zonja është e pandehur, unë kam fakte. Dosja numër 1, dosja numër 2, dosja numër 3. Ja kanë dhënë GKK-s. GKK-ja, duke qenë se kjo Balluku është me fëmijë të mitur, nuk ka marrë masën që ka marrë për Jon Velin, për Vangjush Dakon, për Ilir Beqën dhe për gjithë këta, sepse ajo duhet ishte arrestuar tani. Por duke qenë që është zvendës kryeministre dhe numri 2 dhe është ke zyra e Ramës, ja kanë zbut për të, do t'ja tregoj tani se ku fshihet lepur. Ja kanë zbut që të mos krijojnë situatë dhe përplasje direkt fort me Edi Ramën. Çfarë është pezullim nga detyra? Në fakt, pezullimi nga detyra është me justifikimin që kjo zonja nuk është në nënhetim, nuk është në nënhetim, është e pandehur, është me prova, ka prova që ajo është e pandehur. Rama thot, këneta e opozitës, pra gjithë ne që e sulmojmë dhe e kritikojmë, apo që janë nxjerrim, ja zbërthejmë kockat dhe komçat e këmishës, këta thot nuk kanë një rast të vetëm, një precedent të vetëm në Europë dhe në botë që gjyqësori të pezulloj ministrin apo zvendës kryeministrin. Por nuk i thot shqiptarëve që nuk ka një rast të vetëm në botë, as në Europën, ku ky na gënjen se ku do të na çojë, në të cilën
një ministër apo një zyrtar i lartë i ekzekutivit i shpallur i pandehur nga prokuroria të mos jap dorëheqjen. Nuk ka asnjë precedent. Tashmë, asnjë vendim final nuk është marrë ende. Dhe Balluku është e njoftuar si e pandehur, por nuk kanë dhënë dënime konkrete. Thjesht hetimi është në rrjedhë dhe kanë thënë të pezullohet nga detyra se do na prishi provat. Vendimi i gjykatës kushtetuese, nëse do të merret, miqtë mi të dashur, ai nuk vendos, pra nesër është kyçi, nesër është loja. Vendimi që merr nesër gjykata kushtetuese nuk është thot gjykata kushtetuese a është e fajshme kjo zonja apo është e pafajshme. Vendimi i gjykatës është vetëm për të dhënë verdiktin e saj për ligjshmërinë e masës së pezullimit nga detyrat të Belinda Ballukut. Pra, mund të kemi edhe presion, edhe manipulime politike nga brenda, pra, por e vërteta është kjo. Në qoftë se ka prova, ne do të shkojmë të provojmë në gjykat fajsin e kësaj zonës, por kjo duhet ta presi vendimin jashtë zyrave të qeverisë, sepse nuk mund të jetë e veshur me imunitet. Erion Velin e çon burg, tjerët i kanë çuar burg, këtë i lanë mas pezullim nga detyra. Çfarë ndodh? Kemi një skenar, gjykata kushtetuese e rrëzon pezullimin nesër, i nënshtrohet, kujdes, dëgjoni kujdes, se shumë e rëndësishme kjo që po ju them sonte. Se do kuptoni të gjithë lojën se çfarë fshihet mbrapa kësaj betejë të përgjithshme për mos me lëshu Ballukun, por kjo vjen menjëherë pasi t'ju bëj të qartë situatën ligjore, juridike. Do t'ju shpjegoj me kujdes se përse rrezikon Belinda Balluku të bëhet kokë turku dhe në çlojra dhe në ujëra ka hyrë ajo. Në qoftë se nesër, prandaj ka dalë Edi Rama, po sulmon gjykatën kushtetuese, po sulmon të gjithë dynjan dhe po thotë nuk guxon njeri me pezullu kë Ballukun. Pse? U pezullu Balluku, vi një tjetër, s'pas ka PS-ja, figura tjera, tani do ju shpjegoj se pse ky nuk don, dhe sa e madhe është loja, dhe pse kjo rrezikon. Nesër gjykata kushtetuese thotë e rrëzoi vendimin e pezullimit të GKK-s me urdhër të SPAK-ut dhe Balluku kthehet në detyrë. Çfarë ndodh? Kjo është në pamje të parë ajo që do Edi Rama. Çfarë rrezikon Balluku në këtë rast? SPAK-u e merr këtë si sfidë dhe mundet të kërkojë një masë më të ashpër, që në këtë rast është flet arresti, arrest shtëpiak. Arrest shtëpiak se ka fëmijë të mitur. Parashiko ligji këtyre, ligji hajdutëve. Por po i referohem ligjit, pak rëndësi ka na pëlqen ligji, s'na pëlqen ligji. Rasti i dytë, nëse kushtetuesja e mban pezull, Balluku qëndron jashtë detyrës për disa muaj. Pra nesër, kushtetuesja e mban pezull dhe thot as mish, as peshk. Nesër në darkë do ta dëgjoni prap këtë video. Dhe çfarë bën? As i jep të drejtë qeverisë dhe nuk bie kushtetuesja pre e presionit të Ramës, as i jep të drejtë GKK-s, e cila kërkoi mas pezullimi për Ballukun. Ky është një skenar i mundshëm që mund të ndodhë nesër. Qeveria humb betejën e parë, SPAK fiton precedentin që mund të pezulloj edhe ministrat të tjerë të lartë. Rama kështu edhe ka bërë betejën, i thot Ballukut, unë provova të të mbroj, por nuk ja dola të bëj gjë. SPAK, versioni tjetër, shpall masat reja shtrënguese për Ballukun për të mbrojtë çfarë? Për të mbrojtë hetimin. Më i forti është, përveç largimit nga Shqipëria, pra pezullimit të ndalimit të udhëtimit jashtë Shqipërisë, është edhe arresti shtëpiak. Skenar tjetër është
Ballukut i kërkohet një dorëheqje e kontrolluar. Është skemë klasike shqiptare kjo. Për të mos cënuar shtetin, kjo dorëhiqet për të provuar pafajësinë përpara gjykatës, pra e bën situatën më pak politike. Këtë nëse ja kërkon Edi Rama. Rast tjetër, çfarë ndodh? Na dalin dosje të tjera, siç kanë dalë. Çfarë ndodh? Spaku ka nxjerrë vetëm një dosje për Karrem, pastaj dalin dosje të tjera të cilat e fundosin Ballukun. Pra, përdoret një dosje e parë si Karrem, që është dosja e tunelit Llogaras, pastaj vijnë dosjet që e fundosin fare. Dhe ajo ka shumë dosje, të cilat janë bërë gati, por nuk i kanë nxjerrë akoma. Çfarë mund ndodh tjetër? Ndodh arrestimi i stafit afërt, për shembull. Spaku mund të të arrestojë të tjerë njerëz rreth e përqark Edi Ramës dhe rreth e përqark Belinda Ballukut, dhe kështu fillohet dhe tronditet zinxhiri i dëshmitarëve dhe njerëzve që kanë informacion të llahtarshëm për kutinë e zezë që është Belinda Balluku. Një nga skenarët e tjerë, të cilët ata do ta dëshironin, është ta zvarrisin çështjen për disa vite. Hetime urash, tenderash, e kështu me radhë, ekspertiza e murit, e asfaltit, e kështu, hikën ca vite dhe shqiptarët s'marrin asgjë. Skenar tjetër, presion ndërkombëtar për të ulur tensionin me Spakun. Ambasadat nuk duan kaos në Shqipëri, duan goditje të rrjeteve kriminale rreth e përqark Edi Ramës, por nuk duan zbrasti gjeopolitike dhe nuk duan kaos. Dhe kjo e shtyn Ramën që ta lëshoj vetë Ballukun me kujdes, duke mos krijuar tronditje brenda pushtetit të tij dhe brenda Partisë Socialiste, e cila rrezikon nga momenti në moment të shkojë në luftë civile dhe të nisë një luftë e fortë klanesh brenda Partisë Socialiste dhe brenda Rilindjes. Skenar tjetër është që Rama e mban me çdo kusht Ballukun për arsye politike dhe strukturore. Balluku nuk është një ministre. Balluku nuk është një zvendës kryeministre. Balluku është kollodoku i pushtetit të Edi Ramës. Është boshti, është nyja më e fortë e cila mban të gjithë piramidën e plehut të rilindjes në qeverinë Edi Rama. Pse? Sepse Belinda Balluku ka në dorë infrastrukturën, investimet strategjike, projekte kritike me rëndësi gjeopolitike dhe gjeostrategjike ndërkombëtare, kompanitë më të mëdha të ndërtimit dhe lobet ndërkombëtare që po kërkojnë tashmë sundimin e Shqipërisë me rastin e zhvillimeve gjeopolitike në botë dhe me rastin e një perceptimi të mundshëm se amerikanët mund të rriqen një ditë në Shqipëria apo nga Ballkani. Skenari që Rama do donte më shumë është që të rrëzohet pezullimi, të mos ketë arrest, dal një vendim më i butë dhe ta përdor këtë si për t'i treguar njerëzve të tij se ja, unë nuk i dorëzoj njerëzit e mi dhe ministrat e mi. Dhe është mesazh për hajdutët e tjerë të qeverisë për t'u thënë atyre mos folni asnjë fjalë sepse unë nuk do t'ju lëshoj. Por këtu fillon misteri i madh dhe zbulohet. Këtu do të hapim perden e zezë se çfarë fshihet pas qëndrimit të Edi Ramës për mbrojtjen me çdo çmim të kutisë së zezë që është Belinda Balluku dhe përse Belinda Balluku rrezikon të jetë një kokë turku. Kujdes. Projektet më të mëdha në Shqipëri, siç ju thash, infrastrukturë, energjetik, porte, aeroporte, të dukshme, të padukshme, ekuilibra gjeopolitik global, kompani gjigande,
ruse, kineze, Azerbajxhan, Turkmenistan, Kirgizistan, Tajikistan, nga Europa, nga fondet, nga offshore-et, kompani pa emër të cilat vinë, nuk janë gjë tjetër. Përveç se një luftë e ftohtë gjeopolitike që bëhet në emër të biznesit dhe të projekteve të mëdha infrastrukturore. Belinda Balluku ka të gjithë kutinë e zezë të informacionit të Edi Ramës, i cili edhe pse nuk e ka hedhë firmën vetë, i ka thënë Ballukut firmën do ta hedhësh ti, dhe u ka thënë lojtarëve gjeopolitik. Dëgjoni me kujdes se është shumë e rëndësishme kjo. Nuk do t'ju a thonë në asnjë televizor. Po ju mbajnë në sipërfaqe. Jo kështu thot gjykata, jo e parashikon ligji, se parashikon ligji, kushtetuta, imuniteti, GKK-ja, SPAK-u, ajo lejohet, s'lejohet, Venecia, Strasburgu, këto janë rena për të mbajtë thelbin të fshehur. Kush është thelbi? Dëgjoni me kujdes. Belinda Balluku ka pas në duart e saj jo vetëm dhjetra dhe qindra miliarda, miliona e miliarda, por ka pas të gjithë pikat kyçe të sigurisë kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në duart e saj. Llogaraja, Unaza e Madhe, Porti i Ri i Durrësit, Air Albania, rrugët strategjike, korridorët strategjik, koncesionet më të mëdha të gjitha viteve. Edi Rama, si një njeri i cili po përpiqet që t'i mbijetojë stuhisë, sepse sistemi do t'ju tregoj brenda pak ditëve çfarë po luhet në botë, do t'ju a tregoj me fakte, dhe përse është një projekt global që drejtësia të jetë në aksion. Shumë shpejt do t'ju a tregoj me prova unë për pak ditë. Do t'ju sjell me prova, duke qenë dhe vetë prezent, se si bota dhe sistemi global është i gjithi në alarm total dhe ka vënë drejtësinë në aksion. Përse e ka bërë? Sepse sistemi është në rrezik. Sistemi i madh është në rrezik. Edi Rama, duke qenë që tashmë ka dhe charter privat dhe po luan me skema gjeopolitike të komplikuara, ju a kam shpjeguar unë çdo natë, maskohet si amerikan, maskohet si kinez, maskohet si arab, maskohet si Benjamin Netanyahu, maskohet si Giorgia Meloni, maskohet si Erdogani. Në thelb, të gjitha këto lëvizje të Edi Ramës nuk janë gjë tjetër përveç se premtime madhore që ai u ka bërë palëve të treta për të devijuar linjën strategjike të Shqipërisë, por pa lënë gjurmë ai. Dhe që ai të mos lërë gjurmë, ja ka ngarkuar punën kujt? Kutisë së zezë që është kush? Belinda Balluku. Belinda në këtë moment e di shumë mirë që Edi Rama nuk guxon ta shes ata. Por ajo e di shumë mirë se çfarë sekretesh janë tek kutia e saj e zezë. 1. Ajo ka lidhje me të gjitha strukturat e errëta të krimit dhe të mafjes, strukturat e pa kuptueshme dhe të pa lexueshme, të cilat vendosin për zgjedhjet elektorale. Dhe ju e pat se çfarë masakre bëri në Fier ajo. Balluku ka në dorë të gjitha lidhjet me të gjitha kompanitë e mëdha ndërkombëtare, ruse, kineze, arabe, afrikane, amerikane, europiane, dhe ajo e di shumë mirë se cilave kompani u ka dhënë prioritet gjeopolitik në këtë moment gjeopolitik që po kalon bota. Miqtë e mi të dashur, nuk ka më pushtime siç ju kam thënë. Nuk ka më pushtime klasike të vinë ushtrit edhe të tynë me pushk, me Kalashnikov dhe dilni ju në male dhe të luftoni për Shqipërinë dhe të mbroni Shqipërinë. Këto pushtime kanë mbaruar. Pushtimet e vërteta janë ato që i paralajmëroi Viktor Orban në takim me Vučićin para ca ditësh në Vojvodinë. E keni videon 2 ditë përpara, shkoni kontrollojeni, kush ka dëshirë ta shohë. Vučić Orban, takim në Vojvodinë,
nuk ndryshohen më kufit me tanke, por me ekonomi, me geopolitik, me infrastrukturë dhe me projekt. Kyçi geopolitik i të ardhmes Shqipërisë është Belinda Balluku, e cila ka marrë përsipër të çojë përpara planet e Edi Ramës me garanci nga Edi Rama dhe miqt e Edi Ramës jashtë Shqipërisë, të cilët i kanë kërkuar Edi Ramës që pse jo mund të luaj disa lojra geopolitike në këmbim që ata ta mbështesin atë ekonomikisht, financiarisht. Dhe nëse nuk e mbështesin dot në Washington që ta shpëtojnë nga epiqendra e vendimarrjes, i thonë Edi Ramës, duro edhe pak se Amerika nuk do të jetë më e para, ajo do të bjerë dhe ti do të bësh si do të bësh, do të shtysh kohën, do të blesh kohë dhe deri në atë moment do të mbështesim ne me financa, me çfarë të duash ti, dhe ti e ke situatën në kontroll, sepse opozit nuk ka, Saliu është shumë i dobët, Amerikanët nuk ja hoqën në ngratën, opozit s'ka, ne tjerët s'kemi fuqi të organizohemi, sepse i kemi, kjo punë ka nevojë për financat mëdha, populli nuk paguan për këso gjërash, populli vetëm pret në Facebook dhe në YouTube që të vinë nga qielli të zbresin marinsat edhe t'ja shpëtojnë Shqipërinë. Dhe Edi Rama ka kuptuar këtë nevojë të shqiptarëve dhe u kanë nxjerrë ca budallej nëpër televizion dhe nëpër internet, të cilët i gënjejnë natë për natë dhe u thonë do të vi Amerikanët dhe do ju shpëtojnë. Do zbresin nga qielli me parashuta dhe do merrni hotele falas, shtëpi falas, do hani me luk floriri, nesër bëhen arrestimet, pas nesër bëhen arrestimet, sepse njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë rrena. Njerëzit nuk kanë dëshirë më të kenë lajme të këqija. Njerëzit janë të gatshëm të flijohen vetëm që t'u japësh një lajm të mirë. Pra t'ju them unë sonte, miqtë e mi, nesër unë do filloj këtu të shpërndaj para. Unë kush bën koment do marri $2.000, kush më bën koment edhe like do marri $3.000, kush bën koment edhe like edhe subscribe dhe share do marri $4.000. Pas nesër do hani me luk florini. Tjetër pas nesër do ju bëj pilaf me mish. Tjetër pas nesër do hani pilaf, mish, do hani edhe karkaleca. Ditën tjetër do hani kaviar. Ditën tjetër do hani aragosta. Ju në thelb e kuptoni që Kreshniku po ju mashtron, por çfarë thoni? Na knaqi me rrena. Dhe populli këtu ka mbrit në pikën më të fundit të ekzistencës së tij dhe është i gatshëm edhe ta mashtrosh, vetëm që të mos gjoj më lajme të gënjeshtra. Rama çfarë bën bashkë me Ballukun? Ua kanë shpikur këto psikopetër dhe këto budallej dhe ua nxjerrin natë për natë në YouTube edhe në televizion dhe i thonë njerëzve, nesër do bëhet mrekulli dhe nesër, mos nesër, pas nesër, Shqipëria do të bëhet xhenet, se do vi Amerika dhe do ju shpëtoj juve. Dhe do hani ju vetëm aragosta, peshk, levrek, dhe do bëni qef, do rrini vetëm nëpër disko, do pini vetëm raki, do hani mish, do dilni, do shëtisni, nuk ka më nevojë as të punoni. Pse? Sepse Edi Rama e di që një pjesë e madhe e popullit janë zyrtarisht idiot, janë zyrtarisht budallë. Një pjesë tjetër janë shumë fukarej, një pjesë tjetër i kanë qef rrenat. Sepse njerëzit thonë, pse shef njeriu i film bukur? Pse shef njeriu një dokumentar të bukur? Pse shef njeriu një telenovel të bukur? Pse shohin njerëzit këto videot e vlogerëve? Këta që udhtojnë, ky iku në Antarktida, iku në Brazil, ky iku në Amazona, ky iku siç bën Baton Haxhiu me Blendi Fevziu. Ky iku në Nepal, ky iku në Bangladesh, ky iku në Maldive, kështu me radhë. Pse i shohin njerëzit? I shohin sepse duke parë kënaqësinë që po bën tjetri, mendojnë se konsumojnë një copës lumturie edhe ata vetë. Ndaj, Edi Rama u ka shpikur mënyra për t'i rrejt, natë për natë, i nxjerr budallej nëpër televizion, do thot nesër do bëhet Shqipëria xhenet, se do vi Amerika do ju shpëtoj. Pse bën këtë? Që t'i mbaj shqiptarët me lugë bosh. I mashtron natë për natë, për të blerë kohë. Edi Rama e di mirë se çfarë premtimesh ka bërë Majtas Djathtas për ta kaluar Shqipërinë në akse të tjera gjeopolitike.
Për ta bërë këtë, ai ka thënë Ballukut që unë e di që ti i di gjitha, dhe unë e di që ti di shumë o i Balluke. Sepse je zëvendës kryeministre, je ministre e infrastrukturës, koordinatore e shumë projekteve geopolitike, apo e shumë projekteve infrastrukturore që lidhen me sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ajo ka dosje, ka informacione të lahtarshme Balluku, dhe ka firmat e saj që lidhen me dhjetra miliarda dollar dhe kontrata me kompani të cilave ajo u ka dhënë premtimin se do t'i çojë deri në fund interesat e tyre. Këto kompani që janë të maskuara, herë si amerikane, herë si kështu, herë si europiane, janë nga boshte të tjera geopolitike. Dhe ato i thonë Ballukut, ti vazhdo punën, na ke ne backup mbrapa teje, jemi ne ata që të suportojmë, dhe ti vazhdo e qetë. Rama i thot kësaj, ti vazhdo, sepse ti e kupton që unë nuk të shes do ty, se po të shit aty kam rënë unë vetë. Ndaj, në këtë moment, pozicioni i Ballukut është në rrezik të madh. Që do të thotë, spaku shteti, shishi antiterrori, prokuroria, duhet t'i ruajnë jetën e Ballukut, sepse ajo është kutia e zezë, dhe në qoftë se rrezikohet që kutia e zezë të bjerë e gjitha në duart e spakut dhe të amerikanëve dhe të boshtit tjetër që është në konkurrencë me këtë boshtin tradicional, ajo rrezikon të bëhet një kokë turku dhe të largohet bashkë me kutinë e zezë. Ndaj, organet kompetente në Shqipëri, aq sa janë ato që nuk janë të lidhura me krimin dhe me kartelet e kokainës dhe me Sinaloan, duhet të bëjnë kujdes dhe të marrin masa të ruajnë jetën e Belinda Ballukut, sepse jeta e saj në këtë moment kushton më shumë se të gjitha projektet e saj, sepse ajo i di të gjitha, ajo di shumë. Ndaj Edi Rama nuk e lëshon për asnjë arsye. Dhe nuk ka për ta lëshu për asnjë arsye. Dhe ditën që e lëshon, ajo hap kutinë e zezë. Rama lëshoi Ahmetan, lëshoi Dakon, lëshoi Beqen, lëshoi Erion Velin, lëshoi shumë. Por nuk e lëshon Ballukun, a dini pse? Balluku është kutia e zezë e aksioneve dhe e kontratave geopolitike që ka bërë Edi Rama. Ndaj, ai e ka maksin më të madh Belinda Ballukun, dhe ai çdo lëvizje të qerpikut të Belinda Ballukut, ai e kupton me shumë imtësi se çfarë mesazhi i ka dhënë ajo me çdo lëvizje qerpiku. Pse? Sepse ajo është maja e zinxhirit të dëshmitarëve. Në qoftë se ajo arrestohet, ajo ka dëshmi, ajo ka mesazhe, ajo ka mundësi të shkojë në Amerikë si pentito, si e falur, si njëri që kërkon bashkëpunim me drejtësinë. Dhe deri në atë kohë, organet e sigurisë kombëtare në Shqipëri duhet të ruajnë jetën e Ballukut. Ajo ka urdhra verbal, ajo ka mesazhe, ajo ka dëshmi, ajo ka informacion të frikshëm, ajo ka kontrata, ajo ka premtime të jashtëzakonshme të cilat Edi Rama u ka bërë palëve të treta gjeopolitike, të cilave u ka thënë, unë do luaj në linjën politikisht korrekte të Shqipërisë, ju do të vazhdoni nën rrogoz me kujdes lojën tjetër, dhe njeriu im është Belinda Balluk. Kutia ime e zezë është Belinda Balluk. Dhe kësaj i ka thënë, jepi firmave, sepse nuk të lëshoj unë, por e ti do bim bashkë. E kuptuam lojën? Pra, rënja e Ballukut hap dhe kërcet kamxhikun për të gjitha nivelet e tjera. Dhe nga ana tjetër, që është më e rëndësishmja se të gjitha, Belinda Balluku mundet
ta bëjnë kokë turku dhe duhet të ruhet jeta e saj, nga shteti sot duhet të ruhet nga shteti, sepse Belinda Balluku është garancia më e madhe e investitorëve të huaj të cilët mund të jenë premtuar kontrata qindra miliona euroshe dhe dhjetra miliarda euroshe, të cilat në thelb nuk janë kur biznes, por janë kontrata gjeopolitike, të cilat kanë synime afatgjata. Nuk e di nëse isha i qartë, por u përpoqa t'ju shpjegoj sonte atë që duhet ta dini dhe atë që nuk ju a thonë në asnjë televizion. Ju falemnderit nga zemra për kohën tuaj të çmuar, falemnderit për mbështetjen që i bëni kanalit. Ju e ndihmoni algoritmin e kanalit Jo Kreshnikun nëse i bëni like saj që dëgjoni dhe nëse e çoni videon tek pjesa tjetër e shqiptarëve. Dhe fjalia e fundit, e vetmja mënyrë që të bëni dhe të mbroni Shqipërinë është të ndërtoni mas shqiptarësh të cilët i sjellin amerikanët, europianët dhe çdo mik tjetër të shqiptarëve tek interesat tuaja të shqiptarëve. Pse? Sepse europianët dhe amerikanët kanë agenda me ritme të ndryshme nga ato të Shqipërisë. Çfarë do të thotë kjo Kreshnik shumë shkurt? Shumë shkurt do të thotë krijoni një masë popullore të pakontrolluar nga politika e infektuar majorancë opozit nga këto dy pole, në mënyrë që amerikanët apo europianët apo çdo lloj faktori tjetër, mik i shqiptarëve që synon t'ju jap dorën dhe t'ju ndihmoj në këtë moment kritik që po kalon bota, të ketë një masë shqiptare e cila është aty, nuk i është dorëzuar as Ramës, as Berishës, as agjenturave tuaja. Kjo është sfida juaj më e madhe dhe sfida juaj e vetme. Justice in action. Drejtësia është në aksion. Këtë do t'ju aprovoj shumë shpejt dhe do t'ju sjell lajme të mëdha shpejt, se çdo të thotë drejtësia është në aksion, nga qendra e vendimarrjes globale. Natën e mirë për sonte, pjesën tjetër të zhvillimeve ju e dini, si gjithmonë, vijon në numrin e ardhshëm.